Në këto ofertë jeni dhe ju, që është nisma kombëtare. Çfarë bëhet me nismën tënde? Unë mendoj nuk është nisma ime në radhë parë, unë mendoj që vetë kjo protestë dhe kjo lëvizje popullore do të prodhoj vetvetiu kapacitete të pjekura politike dhe intelektuale dhe administrative për ta zëvendësuar natyrshëm këtë lloj pushteti dhe këtë lloj sistemi. Mos mendoni ju se në këtë pushtet dhe në këtë sistem ka njerëz më të mençur dhe më të aftë nga ana qeverisëse dhe administrative se sa çka në radhët e protestës. Të siguroj që në radhët e protestës ka politikan më të mirë, administrator më të mirë, punëtor më të mirë dhe drejtues më të mirë se sa çka në qeveri. Për këtë jam shumë e sigurt. Një pjesë të tyre i njoh dhe i di kapacitetet e tyre. Pra janë shumë më të mirë dhe mund të zëvendësohet natyrshëm, askush nuk duhet të ketë asnjë frikë. Nesër po të largosh nga zyrat e qeverisë dhe parlamentit këta dhe të fusësh një pjesë të protestuesve, është e sigurt që qeverisin shumë më mirë se sa qeverisin këta që janë sot.